i penduar më i famshëm i drejtisë shqiptare, flet edhe për detajet tjera. Madje gjëja më e habitshme është se del në këtë rrëfim të tij që ka shkuar çmimi i një koke njeriu, pra një ekzekutimi, eliminimi, deri në 2 milion euro. Është kjo një shifër egzageruar apo është një shifër reale, Anduana? Egzageruar. Besoj që vetëm në një eksponent i CIA-s, nëse do eliminohet, mund të merrte kaq para. Por kur mendon që dhe kur shikon ato transkriptet... Se ka hedhur këtë të pavërtet? Aty, mbase edhe ky ka rënë pre e disa mashtrimeve, sepse personazhet për cilat po flasim, cilët kanë urdhëruar eliminime të individëve të tjerë që janë pjesëtarë që prishin punë në grupet kriminale, janë personazhe, pra porosit vinë nga Dubai. Dhe për sa kohë një shifër e tillë lëshohet për Nureddin Dumanin, është e besueshme për sa kohë shikojnë që këta njerëz janë fuqishëm, jetojnë në Dubai, kanë pasuri të patundshme atje, drejtojnë biznese, kështu që është shumë e thjeshtë. E ka besuar dhe e ka bërë gjërat në mirë besim. Kur shikojmë që në transkriptet dalin edhe mënyra, të paktën nga rrëfimi i tij, shikojnë që lekët vinë me thas të zi, pra me thas që përdoren për hedhjen e mbeturinave, tregon prapë që këto para janë të mundura kur bëhet fjalë për eliminime të rëndësishme. Pra do të thënë, është egzageruar, por nuk përjashtohet plotësisht ky 2 milionshi. Nuk përjashtohet. Se një thes si bie. Po ti një thes me 500-që, çik të mykura? Tani, unë i referohem gjithmonë asaj që kam parë dhe kam lexuar, dhe duke qenë se ato që kam lexuar dhe Nureddin Dumanin duke e njohur si personazh gjyqësor, sigurisht, dhe për çfarë ka kryer më parë. Shumë të drejtë, po dhe ky 2 milion shi i lexuar ishte. Do është transkripti asaj që ai ka thënë.